jemi duke përjetuar një kapitull të ri në raportin e rinis me forcat e armatosura. E kemi nisur këtë përpjekje me një vështirësi të jashtëzakonshme për të afruar të rinjt, por sot është gjithmonë e vështirë të zgjedhësh midis shumë kandidaturave që vinë dhe kjo shkollë kombëtare e fluturimit është një tjetër shembull. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Ministri i Mbrojtjes është ngarkuar të kërkoj nga Ministri i Mbrojtjes Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu dhe për të certifikuar këtu dhe pilotët e ardhshëm të Republikës Kosovës dhe po ashtu të njëjtën gjë edhe për dy vendet e tjera fqinje që janë dhe antarët NATO-s, pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtar të Elbit Systems dhe patjetër edhe eksperiencën e njerëzve tanë të forcës ajrore, të cilët besoj se komandanti i forcës ajrore ma pranon ta them, kanë rifilluar të buzëqeshin. Sot ne kemi një flotë ajrore tërësisht të gatshme, ndërkohë që na u desh të kalonim nëpër kalvare të paimagjinueshme historirash me mirëmbajtje, me bllokime, me ngecje, me lloj-lloj çuditërash dhe tani më jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku betejë me zjarret është e pashmangshme. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë, në ndërkohë po punohet edhe për të shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do të shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do të jetë ndër më të spikaturit e rajonit. Së fundi dua të them se ky është njëri hap. Hapi tjetër është shkolla kombëtare e forcave speciale. Përsëri me partnerët tanë të Elbit Systems ne jemi në diskutime për të sjellë këtu një nga ekselencat botërore të stërvitjes, të trajnimit, të edukimit dhe certifikimit të forcave speciale nga Izraeli. Dhe përsëri shkolla kombëtare e forcave speciale do të jetë një shkollë e hapur edhe për të tjerët, do të mirëpres pa diskutim kadet nga vendet aleate të rajonit, duke filluar nga Kosova, por edhe më gjërë.